Përgjigja ime. Cila përgjigje më? Cila përgjigje? Pra, ka thënë vetëm çfarë është thënë, nuk ka thënë përgjigjen time. Pse ke kundërshtuar ti Aman? A ke kundërshtuar? Po bashkë nuk e shoh. Në çestin e shakas, tha, nesër ne të dy do rim bashkë. Po sigurisht. Dhe Rozi tha, jure ti ande. Dhe unë thash, po jo Aman të lutem. Dakor, këto, nuk i dëgjoni juve, doni 3 orë ajo duke folur me Eglin, 3 orë la erti këtu. Për të spionuar, për të mbrojtur ty sa herë e nevojshme. Po le tani skema do të Jo, për spionuar ti për spionuar ti si satelit. Për çdo lloj gjëje dhe për qenë si ajo karta, asi në më, kur ka nevojë danja ti dhe ti. Na rik kështu se u ke 1 milion euro në xhep. Na lëre atë. I futi shpejt. Duke gjurmuar goca çfarë bëjnë në shtëpi me kë flasin. Je duke u përdorur shumë keq. Çfarë po flet? Jo të përdorme, je grop komplet, je grop komplet. Edhe një zonjë madhe në këtë shtëpi. Je grop komplet. Mos u lë me zonjë me mua fare se kështu na ke shitur veten. Çfarë po flet budalliqe, me ku është përdorje unë i them ti mos më mbrojë, s'kam nevojë të më mbroj njëri. Ku është përdorjen ti më zon? Se përdor fjalën zon, mund ma thuash. Ku është përdor, po mos flit budalliqe, më qëndroj gjithë të vërtet. Përdorimi në këtë shtëpi nuk është budalliqe. Që jam lojtare e drejtë, kam lojtur dhe unë pjesë e lojës, nuk është budalliqe. Thuaj gjërat ashtu si janë, jo si pas interesit tatë, dhe shëmtuar, se po lena, e ke lënë shpirtin jashtë. Përdorimi në të shtëpi është pjesë e lojës, nuk është budalliqe. I the Egli djetë se serdhe në të njëjtën linjë që ke dalë, ti për atë linjë, atë vajzën, e ke dhe një gruar se ke lënë gjë pa thënë. Ti duhet luftosh për veten, duhet bësh të, duhet bësh atë. Tani që erdhi ajo, për të luftuar për veten e vet, ti thua pse serdhe në të njëjtën linjë ti, apo se do të mbros imazhin. O shpirti, e ke bajtur veten për një zonjë të drejtë në këtë shtëpi, vazhdo të qëndrosh e tillë sepse po vërteton të kundërtën prej kohës. Kaq. Atëherë një zonjë e drejtë në këtë shtëpi, fjalën zonjë pse e përdor? Do të më fusësh në sedër? Mendon ti? Për çfarë përdor fjalën zonjë? Se dhe ti zonjë. Nuk ke sedër atëherë. A jemi zonja të dyja? Jemi zonja të dyja. Jo, mua po më thua. Ti nuk je zonjë. Nuk je zonjë ti. Ti mua po më thua që unë nuk jam. A je zonjë ti? Dhe unë po them pretendimin që ke patur për veten, nxirre së pretendimin. A je zonjë ti apo jo? Kryeje me fakte për të pretendimin. A je zonjë apo jo, Danja? A je zonjë apo jo? Zonjë që libar, tani. Je di çfarë thot për veten, pse i bësh pyetje? Unë jam shumë zonjë zemra. Je shumë zonjë? Jam shumë zonjë, po. Okej, në rregull. Po nuk po më dukesh. Kokë këm.